17 janari vitit 1468 do të ishte viti i fundit kur një pjesë e madhe e arbërve do të jetonin në tokat e tyre pjellore të begata. Ishte ky viti kur pas 25 vjetësh rezistencë ndaj pushtuesve osman, arbëria ju dorëzua perandorisë osmane, pas vdekjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kjo është historia e dhimbshme e një populli, i cili pas vdekjes së Skënderbeut mori aratin përtej detit Jonde Adriatik. Të gjithë ata që e urenin dominimin e fesë osmane dhe imponuar tashmë në popull, qofshin fisnik apo dhe njerëz të thjesht, nga fëmijët deri tek të moshuarit, u larguan nga arbëria e tyre. Mes mallit për Adheun, brengës së familjes dhe frikës së pushtuesit, deri në horizont për arbrit e pjesës jugore shfaqet një tokë e re, Italia. Në zemër të një prej ishujve më të bukur të Mesdheut, në Sicili, një thesar i panjohur dhe i mbuluar me histori ruhet me pasion dhe dashuri nga komuniteti arbëresh. Ata, pasardhës të një populli të lashtë shqiptar, që në shekullin e 15 u strehuan në këto toka, kanë ruajtur me fanatizëm gjuhën, traditën dhe zakonet e tyre. Gjetja e një ambienti plot male toka pjellore, arbëreshët u përshtatën shumë shpejt, duke treguar shpirtin dhe forcën e tyre për të rindërtuar të ardhmen në një vend 24 km larg Palermos. Ata krijuan fshatra të vogla sipas stilit të tyre, duke ndërtuar shtëpitë e reja mbi kujtimet e vjetra të tokës së lëmpas, po me atë stil, dashuri dhe përkushtim. Duke kaluar shekuj, arbëreshët ruajtën shumë aspekte të kulturës së tyre të lashtë, duke nisur nga këngët, gjua dhe vallet, të cilat i përshtatën shumë mirë në Sicili, me shpresën se pas një farë kohe do të riktheheshin në Morenë e Largët, Himar apo kudo. Një nga komunitetet më të mëdha në këtë pjesë të Italisë është ajo e Horrës së arbëreshëve. E veçanta e Horrës është sepse për më shumë se 300 vjet, nga viti 1468 deri në 1819, asnjë huaj nuk hynte tek ora e arbëreshëve. Të huajve u ishte lejuar vetëm 2 ditë gjatë muajit shtator, kur ishte festa e shënmërisë. Hora arbëreshe funksiononte si një shtet autonom me ekonominë e tij të pavarur me administratën e tij arbëreshe, ku lejoheshin vetëm kush njihte gjuhën dhe ritin bizantin. Hora në gjuhën e saj arbëreshe kishte shkollën e saj që nga viti 1578, ku mësuesi i parë ishte Lek Matrënga. Arbëreshët në përgjithësi, si dhe arbëreshët e Horrës, ishin njohës të 4 gjuhëve: gjuha latine që shërbente si gjuhë zyrtare, gjuha krajinore, gjuha e tregtisë, gjuha greke që ishte gjuha e liturgjisë dhe arbërishtja, gjuha e mëmës, që përdorej në familje dhe mes tyre. Për shekuj me radhë ky komunitet arbëresh i dha jo vetëm zonës, por dhe Italisë një pjesë të mirë të intelektualëve deri në postet më të rëndësishme qeveritare, siç ishte ai kryeministrisë. Francesco Crispi ka luajtur një rol të rëndësishëm si kryeministri i Italisë gjatë viteve 1887-1891. Enrico Cuccia, një tjetër emër i njohur për Italinë, i cili ka ndërtuar themelet e kapitalizmit italian. Ai ka qenë financuesi kryesor i Mediobank. Antonio Gramsci, një tjetër intelektual i cili ka lënë gjurmë, ka qenë po arbëresh. Disa mund të mendojnë se shumë gjëra janë të rrezikuara, jo vetëm nga asimilimi, por dhe nga modernizmi i kohës. Por kjo nuk ndodh këtu në Horrën e arbëreshëve, ose siç njihet Piana degli Albanesi. Arbëreshët e Horrës janë një popull tek i cili për breza me radhë është rrënjosur dashuria për Adheun.
Ndaj edhe pjesëmarrja e tyre në evente të rëndësishme ka qenë primare për ta. Një nga festivalet, i cili bënte bashk Jugun, Veriun, Arbërinë e Çamarin, ishte festivali Gjirokastrës. Arbëreshët e Horrës marrin pjesë me këngët e tyre të vjetra, të cilët i morën si kujtim të çmuar nga toka Am. Te kjo finestër për t'i këtë serenatë, këto njën gjithë nutatë, njera që ti e lidej. Këto njën gjithë nutatë, njera që ti e lidej. Festivali Muzikës së Lehtë në fund vit, ose siç njihet Festivali Radio Televizionit Publik Shqiptar, pas viteve në 1990, u bë një portë e madhe drejt njohjes së grupeve të reja, të cilat u formuan nga arbëreshët. Kitarre në manduli, këto njënoj mali, e via mirë ti, në kjo finestër, me një veste partë si nuse, e nusja im jeti. E via kopije faqoj, vuqa është e mikën, e këdojë bashk me mua, se veti të dua një serenat për ty, unë nuk e harroj. Të kjo finestër për t'i këtë serenatë, këto njën gjithë nutatë, njera që ti e lidej. Këto njën gjithë nutatë, njera që ti e lidej. Një serenat për ty mbetet një nga këngët e cila do të kujtohet gjatë nga të gjithë, e sjell nga vëllezit Scaravalione. Të këto njoj malima, jam o vetë një trima, sëmrë jam o reti, jam o vetë një trima, sëmrë
amore ti. Grupi Shega janë një tjetër grup i suksesshëm, i cili këndon arbërisht Shqipen e vjetër, e cila edhe pas 550 vjetësh ka mbetur ashtu siç ka qenë, duke na treguar se si flitej gjua jon shekuj më parë. Drita se hapja dritaren e domësime, e maja të bardha e polinit më mirjen sit. Kohesha me si Lëgzime pusqeshet E zëmre dijen të hapura Pastaj një shiduhu E bisi përnesh E në lagit kokën e desit për krahu, shok dhe mik. Hora arbëreshe është e veçantë. Te kecën në rrugëve të ngushta të kësaj lagje dëgjon një muzikë që të duket e njohur. Njerëz që çohen që në mëngjes dhe nxitojnë të gjithë për diku. Dyje që hapen ngadalë dhe prej tyre vjen një aromë që të kujton bukën e gjyshes, bukën e vjetër shqiptare, e cila ka udhëtuar në përshekuj dhe sot ka po të njëjtën shije. Kjo është tradita e horës së arbëreshve. Janë të shumta aktivitete të cilat ky komunitet shqiptar organizon. Ata nuk i kanë shkëputur kur marrëdhëniet me vendin e tyre Shqipërinë. Ndaj sa herë kanë mundësi në organizime të ndryshme që bëhen në vendin tonë, ata janë gjithmonë prezent. Një nga eventet të cilat arbëreshët e horës kanë marrë pjesë është ajo e maratonës së Tiranës. Pastaj një shiduhur. Ka ardhur nga shumë larg, për përfaqësuesit e shoqatës Prolog albaneze, distanca kur udhëtohet drejt Mëmëdheut është gjithmonë e shkurtër. Për Giorgio Kuçan, i cili është dhe organizatori, kjo maraton do të thotë shumë për ta, pasi e ndjejnë veten në atë dheun e tyre. Në këtë maraton të parë, arbëreshët përfaqësohen nga një grup prej 5 djemsh dhe një vajzë, të gjithë atlet. Jemi Tiranë me një grup arbëreshë, atleti, gjithë 5 djempe dhe një vajzë arbëreshe. Jertëm për të parën kajrë të maratona që organizohen në Bashkia e Tiranës. Për neve kleu një nderje e madhe se e dëshirojmë të vijmë këtu Tiranë për maratonën. Sot kleu një emocion shumë e madhe pse pash ta arbëreshë që rrjedhin me maljetin e arbëreshe, kur gjindjat i këndrojnë, shihjen arbëreshe flasin grupën arbëreshe, për ne kleu një emocion shumë e madhe. Dhe i falenderoja arbëresh që erdhën sot Tiranë, e kërkojmë sot të i transmetojmë edhe të rivet, djempe, e vazhdës të bujën sport, të vijën në Tiranë o të tjere qytete, të vënë rrjedhjen,
Për neve Arbresh një kleu një motiv shumë interesant, si thash një mend, pse identiteti jon të bëjmë shihim dhe unë këtu, që erdhën në këtë Arbresh 5 sekuj prapa, për një kleu shumë i bukur. U dhe i haristisje, dhe i falenderoj edhe erët e vushi nga Korça. Për atletët ishte hera e parë që merrnin pjesë në këtë maraton, por dhe që vinin në Tiranë, në Shqipëri. Dhe sipas tyre, nuk prisnin një organizim të tillë kaq të bukur dhe me prezencë të madhe sportistësh nga shumë vende të botës. Un'esperienza shumë e bukur. La prima maratona, benissimo organizzata, Tirana è stata fantastica per l'organizzazione, per si svolgere, per la partecipazione delle persone. Noi jemi un bel gruppo Arbresh, që jardëm ka Piana degli Albanesi, jardëm burëm questa bella esperienza. Shumë bukur, e ripeto, l'ospitalità të shqiptarëve përse na e ndihemi jemi gjak i shprishur. Si shkojmë me emrin Arbresh që hanno applauditi, apprezzati, na falën per burëm questa gara. Shumë, Cleo, un'esperienza fantastica. Complimenti all'organizzazione, complimenti Shqipërisë e complimenti gjithëve. Per te pare herë partecipato alla maratona di Tirana. Devo dire un'organizzazione bellissima, gjithë a disposizione. Ju divertirtem shumë, Cleo, më shumë un divertimento se gjithë tjerë qërpisë. Proprio credo che nei prossimi anni më nvijem ancora më shumë. U sot pata un infortunio e në sosa la maratona, e shtu më nvinj pa meta për që këtë sos, pero pata una fortuna, për që të jeta një shërbes i bukur e një shërbes i lik, kanë figjen. Rita 4 orë e vrejta Gjindja di Tirana. E pash se sot në Cleo vetëm una gara per atleti, ma Cleo një fest gjithë la città. Perciò shihe i palchi in giro con la musica, famiglie që lozjen, që këndojnë, e më përkeo shumë, perciò lo sport unisce. E Tirana ha dimostrato che anche ha unito gjaku shprishur të Arbresht të Hore Arbreshvet që jerdën këtu. E jemi shumë orgollosi për të. E pranishme në këtë maraton, kampionja jonë, Luiza Gega, shpreh entuziaste për numrin gjithnjë në rritje të pjesëmarrësve në maraton, por mbi të gjitha për pranimin e Arbreshve të Horës për herë të parë. Jam shumë e lumtur që këtë vit kemi më shumë pjesëmarrëse në maratonën e Tiranës, por ajo që bën më të bukur është që këtë vit për të parë në bashkuar dhe Arbresh, edhe që të bën akoma më të lumtur që ato kanë ardhur për të respektuar dhe për të shijuar maratonin e Tiranës. Shpresoj shumë që ato ta kenë shikuar, ashtu siç ne pranimin e tyre, dhe uroj që pse jo të na bashkojnë çdo vit maratonin e Tiranës. Giorgia Petrona, një atlete shpreh entuziaste për atmosferën në Tiranë dhe e lumtur që merr pjesë për herë të parë. Grazie bene të na javsh sta opportunità të manifestarim l'emozione që patëm gjithë të parteciparim të vijëm a Tirana e të parteciparim të questa gara. Jam një që rjedë, kam burë tjerë gare të tjerë vende, in Italia, in Sicilia, anche all'estero, ma l'emozione që pata të partecipare a Tirana, Cleo ftet e madhe, përçë kemi un legame sia soni një lidhje i fortë me në Shqipërinë e quindi të bujem të parteciparim, Cleo, l'emozione sportiva ma Cleo anche un'emozione të neve sa të njihjem e sa të vijem tu. Për mua Cleo e para herë që vija Tirana, Cleo shumë colpito da questa città te ku janë shumë kontrasti, shumë vende të bukur. Percorso e Cleo ftet difficili ma interessanti e bukur. Gjindjat Clevën fenomenali, Clevën ftet fantastici, un tifo forte. Ishëm Arbresh e vrejën la scritta te magliettine i përkjojnë asrisjen, ma gjindjat ishëm proprio contenti të kishën shumë gjinde që rridjen për tutte kjo horën. Jam un appassionato di corsa
ciò che ci condividiamo con il gruppo, ci erdhëm sot a Tirana, un'esperienza për vërtet e mire e bukur, përqë sinceramente një prisja këtë shurbes, prisja un'organizzazione meno all'altezza, invece Kinrova troppo scottesur, uno dei miei amici, perché è un'organizzazione impeccabile. Tirana më përkeu fort. Purreto, gjendja që na burën prero, kush gjithë lo staff cleo al nostro disponibilità enorme. Quindi chiederemo gjithë soddisfatti soprattutto delle nostre performance di ognuno di noi, perché è stata dura, chi ha fatto la 10, chi ha fatto la mezza, chi ha fatto la maratona. Ja rurëm gjithë lodhët ma contenti, me vemi brenda soddisfatti e felici e ci auguriamo di poter partecipare negli anni successivi. Grazie. Erdha këtu me grupin organizator ka Giorgio Kuqa. Jam më i riu i grupit, kam 19 anni. Sot u divertirta fort përqë u ma kleu e para gjimës maraton që bura. Su besi i bukur kleu se e bura të një hol të una città e madhe, të una città që ngisha parkurë, të una città e bukur që è stata kleu accogliente fort me neve. Kleu i bukur se ishin gjinde që na vijën, na presu, na incitarie, na battirjen duar, na dërgojën bazata, na bracarjen. Kleu anche i bukur fort se pëdhëromin, oltre se për kursin, njeh gjinde, e njoha gjinde ka dell'Albania, di Tjersate, të Horëzime, dell'Italia. Kleu i bukur jo po të rgjidhja ma anche të shihja e të ndaja me të jerit u piacere proprio të kurse se gjithë të që kleven ha preso me kurse. Mes lodhjes, kënaqësisë dhe dashurisë për atë dheun e lënë pas më shumë se 5 shekuj më parë, arbëreshat e Horës largohen plot me kujtime, të cilat rritin në zemrën e tyre dashurinë për Shqipërinë, për ruajtjen e gjuhës së vjetër dhe rënjët e pashkëputura shpirtërisht nga arbëria e tyre. Për te i detit jon, ata i pret Sicilia, sokakët e Horës arbëreshve, familjet e tyre dhe si maratonomak, ata kanë plot për të treguar mbi eksperiencën në Tiranë, ku nuk erdhën si këngëtar apo si valltar, por si atlet profesionist.